Kategoritë e dalën nga lufta kanë vendosur se protestën e radhës ta mbajnë apo ta organizojnë me 16 nëntor në ora 13 para asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg. Arsyeja pse është zgjedhur ky vend, besoj edhe dini se pikërisht mund këtë vend në Francë, në qytetin Strasburg, në Këshillin e Parlamentit të Evropës është marrë vendim për një gjykatë e padrejtë që është bërë ndaj neve, ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që është formuar një gjykatë e një etnie, do të thotë që vetëm shqiptarët dhe vetëm pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës i përndjek. Edhe kjo është një arsye që ne kemi vendosur të mbajmë një protestë para parlamentit, para arsye se Dik Marti, ju e dini, një njeri tash është shumë i përfolur tek ne në Kosovë, padrejtisht i bindi deputet e parlamentit që të votojnë atë gjykatë të mjeruar, do të them. Do të protestojmë për të kërkuar drejtësi dhe do t'ja përkujtojmë institucioneve të Evropës që kanë votuar një gjykatë e padrejtë, një gjykatë me gënjeshtrat e Dik Martit dhe me gënjeshtrat e disave njerëzve që kanë gënjy apo do të them bukfalisht kanë rrajt në gjuhën shqipe, që kanë shku kanë rrajt atje, që kanë bërë dëshmitar pa qenë hiç fare në luftën sa pa qenë në Kosovë.